Sa kohë kanë vazhdu këto stërvitjet në Shqipëri? Dikun 5 javë ditë. 5 javë. 5 javë, pra vetë me shpejt, po me të pregadite pa nashme në ditë, ka qenë me neve dhe 3 oficerë shqiptarë, që ka me aty të mund të ilizojmë. Po. Ta oficerë shqiptarë janë Besim Kuçani, Kujtim Vatosi edhe Petit Ramonaj. Ta oficerë shqiptarë që në atë ku janë penzionu. Nga ardha Sali Berishit, ishte ai rome sistemit edhe ju njefshin si oficera të regjimit komunist, edhe nuk ishin përshtatshëm për demokraci. Pra, ta kanë qenë oficer të Shqipërisë. Të Shqipërisë, ka qenë armatën shqiptare. Edhe ata me marrëveshjet tonë përbashkët e kemi bën që ata më na ndihmuar me përgatitje rreth edhe vendit për shkak njofshin ata dhe ishte kazema shqiptare në pikën më të lartë për vëzhgim trenit nga edhe natën atë ku bashkëpunë kemi ata. Edhe ishte kazeme bashkëtim, Dobrej lartë, një bjeshke lartë, Dobrej, sot është ato janë ato objektet që kanë artillerik në kohën e regjimit që kanë pas për përgatitur ushtarake në ushtrinë shqiptare. Dhe na çdo pika i kena përdorur në atë kohë për përgatitje bashkë me ata. Do thonë, njëri ka qenë për topat 75.000, tjetri ka qenë për minesa të 2.000, tjetri ka qenë për 12.700 kolinor që quhen popullore, do thonë drejtimi bashkë me mua.